Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falendrojmë, salavatet salamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Njeriu gjithmonë kur dën me u bë dikushi, fillon me u ngrit lart, fillon me u ndi men e madh, fillon me u hyp përmi tjerët, me u duk se ky kush jam unë s'është kërkush. Pas atëherë, Allahu xhalla shanuhu e gjumë të poshtë. Edhe kundërta, nëse dën dikush vërtet me u ngrit në grada të larta, duhet me u përul. Ama me u përul veç para njanit. Ai është Allahu i lartësuar, krijuesi, sunduesi, mirëmbajtësi i qiejve dhe i tokës, ai i cili meriton adhurimin, që nuk i bën shoq, që s'ka lind nga askush, se ka lindur askënd, është krijuesi Zot i vetëm xhelle shanuhu. Prandaj mas afërmi, mas miri, pozita më e bukur, më e dashur, më krenare, e cila t'jep shpërblim, pranon duat, e tjerë, është sejdëja. Allahu i lartësuar nuk e ka përmend namazin, që është mas afërmi robi, por ka thënë wasjud waqtarib. Bjerë në sejdë edhe afrohet te Zoti. Pra namazi po se po. Ama mrena namazit cila sejdëja. Pashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë aqrabu ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajid. Mas afërmi kur është robi me Allahun xhalla shanuhu është në momentin e sejdës e thash. Domethënë, tash nëse ty të pyet dikush ose mu, çysh muj më kon kur jam unë, cili është momenti, koha, pozicioni kur unë mas afërmi unë jam Zotit, të fortit, krijuesit, sunduesit. Ty të ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas afërmi ti Zotit je në sejdë. Mos lyp as një formë tjetër, as mbretnin, as pasunin, as diturin, as nëse ti nuk e ke sejdën, normal sejdën e sinqertë, jo vetëm lëvizje fizike, sejdja sinqertë, sejdja për Allah. Mas afërmi je Zotit në sejdë, e tash. Nëse dënë më u ba ma krenare, dush më ju përul krenarit. Sa më shumë që i bosh mendje madh krenarit, Allahu ta merr mendje madhsin, ta merr krenarin, s'ta jep. Quhet rregulli i tërheqjes. Robi, sa më shumë që përulet lillah për Allah, sa më shumë që përulet, e vetë gjen më të vlefshme të veten, më të shtrejt veten, nëse guxoj me thonë më të shtrejt, nëse guxoj, se di am lejohet me thonë kështu, që është ftyra. Balli hunda, në tokë. Pse? Eve, se e di se krenarin ja jep veç Allahu. A i ka thonë, bjerë sejdë për mu, unë të bëj krenar. Leti këtë veprim që ty duket si për ullje. Kjo për ullje për ata që se kuptojnë, kjo është krenari për ty që e kuptan. Prandaj ulemat kanë thonë, nëse dëni me i pa muslimanët të për ullur, nuk ka mundësi të shifni dikun tjetër kërkun. Vetëm në safa në xhami, veç në safa në namaz, edhe jashtë xhamis, ose në ruku, ose në sejdë, besimtari për ullur. Kreta jashta sejdës edhe rukus, jashta namazit, është krenari për besimtarin se e ka krye për ulljen. Kush nuk për ullet në namaz, në sejdë Allahut, ka mu për ull para të tjerve, dy rrugë i ki, ose me ju për ull krijuesit që meriton për ulljen para ti me sejdë, ose s'kimi u për ullë ati, Allahu ka me të për ullë para atyre që ti po vrapën mas tyne. Që nëse i për ullë i Zotit ti jebë Zotit, s'ki nevoj ti me u për ullë dhe me nga mas tyne. Mjafton ti për ullë i Zotit. Allahu ka kriju insanin nga dhejo. Edhe kretë të dini këto, këtë gja, edhe është palavër dhe rranë, me thonë është insani kriju prej majmunit, prej dhejot. Edhe në momentin që bije balli dhe hunda në sejdë, e largon kretë keqen edhe takohet me origjinën e ti, edhe sikur bëhet refresh, sikur rigenerohet, sikur merr fuqi. Këqyrën ju me mjeksi, dobit e sejdës,
qetësia që gjiten sejdë, jashtë dobive të fesë. E kuptoni? Prandaj sa dietarë kanë krahasu, kanë thonë sa më shumë që shtizën që tërhek, për me gjujt, sa më shumë ajo gjuhet më larg. Njëjtë kanë thonë edhe kaçelli, sa më shumë që ulet e poshtë shkon më lart. Kështu është edhe besimtari, sa më shumë që bjen në sejdë, ngritet më lart. E sa më shumë që s'don me ran sejdë, Allahu e ul, nuk shkon shumë lart. Të dashur besimtar, veç mi u shku mendja, që po bim në sejdë, mos po nënçmomi, veç mendja me të shku ti hish në gjëna. Pasha Allahin po. Ti me bo me dit çfarë vepre e të bon, edhe fetare, edhe në aspektin e imanit, edhe në aspektin e krymjes urdhit të Allahut, në aspektin e afrimit të Allahut, në aspektin shëndetësor, fizik, në aspektin psikologjik, në aspektin e krenarisë, ti ide nuk e ki. Binin sejdë Zotit. Ama vetë Zotit binin sejdë. Keni me pa se kjo për ulje është e vetmja krenari reale. Krejt krenari tjera e ndrejshme, vetëm ajo që fitohet përmes ibadetit në nështrimin dhe Allahut është realja. Allahu na bëf për atyre që i bim sejdë. Amin.